Albimall Super League në mes të Dukaxhinit e Llapit. Dukaxhini Mako Isufi e Meris Maliqi 4-2. Janëve erdhen pas 3 barazimeve po shohim ç'është në mbrëmjen nga ora 20:15 vjen dueli Prishtina e re. Gnapi me këtë super goditje. Gnapi realizon për epërsin e për të intervenuar Cyrus Margono. Nime e më pas Gnapi plasoj këtë super. Ramadani asistues Gnapi. Datëve pozitive në vazhdim të sezonit. Hasan Hyseni me Hasan Hyseni kërkon hapësirën, vjen goditja, shtylla të krijojë hapësirën pas goditje. Hasan Hyseni. Korner për Llapianët. Këtë hapësira për goditje. Isufi plasoj këtë të djatë të ja ku është Ismet Munishi. Rritje Bravo Meris! Dienit Isufi. Bravo Meris! Portieri Margono. Rasti për Dukaxhinin. Vjen krosimi Isufi. Vjen më pas nuk është duke u dorëzuar edhe në ato momente kur është në vështërsi. Super skuadrës. Vërtet. Pozimi në krah. Krosimi i sigurt në dalje. Cyrus Margono. Qimi. Në vështërsi të mëdha. Llapi, Isufi, Tun Bardhoku. Të sakta kombinimet, Ilyasa Zulfi. Ilyasa Zulfi e këto kombinimet jeshtë fantastike të vendasve. Sa bukur e Dardan Morinës. 3 minuta e ja vjen krosimi. Zakonisht të 10-4 në klin, 3-1 rezultati për Dukaxhinin. 3-1 është duke fituar edhe Malisheva ndaj Ferizajt. 1-0 Ballkani ndaj Trimon përfitoi skuadra e Llapit. Në goditja topi është devijuar, nuk lejon korner. Cyrus Margono. Badatin është ullur në bank. Skuadra e tij do të pësoj edhe humbjen numër 3 pas 6 gjirove kampionat. 3 barazime, 3 disfata, asnjë fitore. 3 pikë të grumbulluara. Këto mbyllet gjithçka të nderuar shikues, fitore prej 3-1 Dukaxhinit. Në një ballavashim, ku loja ishte e barabartë në pjesën e parë. Shifrat 1-1, Gnapi realizoi në minutën e 8 për barazuar në minutën e parë.